Ashtu si çdo vit edhe këtë 28 nëntor Vlora është ndëruar në kryeqendrën e festimeve për pavarësinë. Për të mësuar më shumë rreth aktiviteteve të mbajtura sot në Vlorë për ditën e flamurit do të bisedojmë me kryetarin e bashkisë Brunilda Mersini. Zonja Mersini, përshëndetje. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Zonja Mersini, si ka qenë numri atyre që kanë zgjedhur Vlorën për të festuar ditën e flamurit krahasuar me vitin e kaluar, nëse mund të bëjmë një krahasim? Me të drejtën, çdo vit numri shqiptarëve që ndjejnë festën e flamurit rritet, dhe ky numër sot ishte shumë i lartë në sheshin e flamurit në moment të ceremonisë të ngritjes së flamurit, morën pjesë personalitetet e larta të Shqipërisë dhe të Kosovës, dhe në praninë e tingujve të muzikës folklorike bashkë shqiptare, flamuri pati emocionet e festave të shtrenjtë. Gjithashtu në çdo cep të Vlorës, në ditën që na bën krenarën e Vlonjës, ka pas aktivitete të ndryshme, të zhanre të ndryshme dhe kulmojnë sot në orën 19 me një koncertit festiv, që është koncert me këngëtar të gjithë qytetarë dhe është një koncert të ftuar qytetarë nga gjithë Shqipëria. Po, zonja Mersini, çfarë janë aktivitetet që janë mbajtur gjatë ditës për pavarësinë dhe kur mbyllen festimet? Festimet vazhdojnë dhe ditën e nesërme, por sot janë edhe ditën e pasnesërme, ku ne kemi maratonën, por sot ka pasur aktivitete të ndryshme, aktivitete që kanë filluar me ceremoninë zyrtare, me koncerte të ndryshme të trevave kudon, nga Kosova, Petova, ka pasur panajin e artizanëve të Vlorë, ka pasur në orën 18 ka qenë Kiku kombëtar dhe ashtu performoi me një tjetër të poshme për rrugët e Vlorës, e po kështu, unë sa po ju thash, do të bëj në rrugën kryetor të bulevardit Dorski. Zonja Mersini, faleminderit për kohën që gjetët për të biseduar me ne.